Shqipëria e re në fakt do duhej që mjekët qëndronin vetë dhe jo t'i mbajmë me plane 5 vjeçare me dhunë. Ndaj ka kënaqësinë t'jap fjalën edhe një mjeku tjetër. Mirëmbrëma, quhemi Lirauke, jam mjek. Është privilegje e time të flas fonde para jush. Jeni prekërisht. Afroje mikrofonin. Afroje mikrofonin. Afroje. Në të gjitha kuptimet, qeveria dhe qeverisja njihen si institucion shërbestar karshi popullatës, ndërsa ne shqiptarët i njohim prej 10 vitesh si një qep arrogantësh, hajdutësh, të cilët veprojnë kundër popullit që i zgjedh, i mban, i ushqen, duke sakrifikuar. Edhe pak sa më japi. Do flas për shërbimin shëndetësor në Shqipëri. Të gjithë jemi dëshmitar se kemi shërbimin shëndetësor më të keq në rajon, më të keq nga gjithë vendet e Ballkanit. Dhe kjo nuk është se e them unë, e thon statistikat. Shqipëria ka numrin më të ulët për banor, për mjek për banor, 1.1 mjek për 1.000 banor. Ndërkohë që ka numrin më të madh të policëve për banor në gjithë rajonin dhe në gjithë Evropën. Ne shqiptarët kemi si fjalë mes njëri tjetrit, që të kemi shëndetin. Shëndeti është i pari. Por qeveritë e Shqipërisë kanë investuar minimumin rajonal dhe botëror në favor të shëndetit njerëzve. Vetëm 2.8% e të ardhurat kombëtare, që në 2021 ka shku deri në 3.4%, shkojnë për shëndetin e njerëzve. Ndërkohë që shqiptarët, populli më i varfër e Evropës, paguajnë direkt nga xhepi i tyre 60% të shpenzimeve mjekësore. Dhe këtë nuk e them unë, nuk është propagandë, e thot Banka Botërore, por opinionin tim duhet jetë akoma më i lartë. Sot, shqiptarët e varfër, megjithse paguajnë taksa më shumë se të gjithë në rajon, Rama jep e tërheqen, jo me këmbë, jetën kreative në urdhër. Rama jep tërheqen. Premtimi për mjekësi falas u kthye në një maks për gjithë shqiptarët. Dhe kryeministri i vendit nuk e mbajti fjalën për mjekësi falas. Sot shqiptarët e varfër paguajnë më shumë se sa gjithë popujt e rajonit, të Evropës, ndoshta e të botës, direkt nga xhepi për shërbime shëndetësore. Kjo është një kauzë e fortë për të cilën Rama duhet kishte ikur me kohë. Jeni mrekullueshëm, vazhdojmë të jemi bashkë, mos përçarni.